Dy ish-banorët e Big Brother VIP5 Mateo Borri dhe Brikena Selmani gjatë një bisede romantike kanë treguar detaje nga jeta e tyre private. Një ndër to ishte edhe bisedat telefonike mes tyre që sipas çiftit zgjasin deri në shtator. Brikena: kur e kuptove ti që unë isha idealja për ty? Mateo: për mua është e vështirë të bie në dashuri, jam njeri që kam ato të mijat. Duke qenë në një shtëpi bashkë 24 orë, duke më qëndruar larg e ndjeja mungesën, duke parë që ke pasur ndikim emocional të drejtë për drejtë te humori im, aty e kuptova, aty që ishe femra për mua. Aq herë sa të kam puthur ty dorën, nuk ja kam puthur kujt në jetën time. Brikena: është një gjë që e bën edhe jashtë Big Brother VIP gjatë gjithë kohës. Janë shumë momente emocionale. Doja të bëja një pyetje që të gjithë do të donin ta dinin, se çfarë flasim në 7 orë në një telefonat. Mateo: ideja është, siç e di dhe ti, bisedat tona nisin, si e kalove ditën sot, çfarë bëre, ku je, tema të ndryshme, një bisedë nxjerr tjetrën. Brikena: mos i trego të gjitha. Mateo: biseda në 12 të natës, 2 të natës, 4 të mëngjesit, derisa na zë gjumi pastaj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.